Si ndikon gjumi në kujtesë dhe funksionimin mendor? Gjumi është thelbësor për shëndetin e trurit dhe funksionimin mendor. Gjatë gjumit, veçanërisht në fazën REM dhe gjumin e thellë, truri e përpunon dhe konsolidon informacionin e mësuar gjatë ditës. Kujtimet kalojnë nga hipokampusi drejt korteksit cerebral, ku ruhen afatgjat. Mungesa e gjumit dëmton këtë proces duke sjellë vështirësi në të mësuar, përqendrim dhe vendimarrje. Studimet tregojnë se edhe një natë pa gjumë ul ndjeshëm aftësitë njohëse dhe rrit reagimet emocionale negative. Hormoni kortizol rritet, ndërsa aftësia për të kontrolluar emocionet bie. Gjumi ka edhe funksion pastrues. Sistemi limfatik i trurit aktivizohet gjatë gjumit dhe largon mbetje toksike, përfshirë proteinat që lidhen me sëmundje neurodegenerative si Alzheimeri. Pra, gjumi nuk është thjesht pushim, por një proces aktiv biologjik i domosdoshëm për kujtesën, stabilitetin emocional dhe shëndetin afatgjat të trurit.